Elvis Recbeçaj bëhet gati për një aventurë të re, ndërsa kontrata me Augsburg i përfundon në verë. Kicker ka publikuar një artikull ku tregon se 28 vjeçari me shumë gjasa do të mbetet në Bundesligë. Pas Recbeçajit janë Werder Bremen dhe Borussia Mönchengladbach. Te Mönchengladbach më parë ka luajtur edhe Granit Xhaka, ndërsa interesi u tregua që në merkaton e dimrit. Recbeçaj bëri mjaft mirë në mesfushën e Kosovës gjatë muajit mars, edhe pse nuk arrit kualifikimin në botëror. Turqia mposhti Dardanët me 1 gol në stadiumin Fadil Vokri. Pas humbjes minimale ndaj Turqisë në Prishtinë, e cila i dha fund ëndrrës për kualifikim në Kupën e Botës, sulmuesi i Kosovës, Vedat Muriqi, ka reaguar me emocione të përziera, zhgënjim për rezultatin, por edhe krenari për rrugtimin e ekipit. Ai theksoi se rruga deri në këtë pikë ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, duke kujtuar se Kosova e kishte nisur kampanjen me një humbje të thellë dhe në një moment dukej se gjithçka kishte përfunduar. Megjithatë, sipas tij, skuadra reagoi fuqishëm dhe vazhdoi të luftojë deri në fund. Muriqi u shpreh shumë krenar për bashkëlojtarët dhe rolin e tij si një nga kapitenët e ekipit, duke theksuar se kishte ëndër ta udhëhiqte Kosovën drejt botërorit në Amerikë. Shumë vështirë. Kemi luftuar prej ditës së parë deri këtu. E nisëm kampanjen me humbje të thellë dhe menduam se nuk ka kthim, por vazhduam mirë. Unë jam shumë krenar me bashkëlojtarët e mi. Jam shumë krenar që jam ndër kapitenët. Do të kisha dëshirë ta udhëheq ekipin në Amerikë, por fati nuk e deshi. Unë nuk e dija do të jem, por Kosova do të kualifikohet në një kampionat të madh. Kemi pasur shumë raste, më dhimbse të gjithë ekipi, gjithë shteti, gjithë kjo përkrahje, ka deklaruar Muriqi. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka reaguar me njëherë pas humbjes 1-0 ndaj Turqisë në finale të play-offit për Kupën e Botës 2026, duke theksuar krenarin për skuadrën dhe për kushtimin e lojtarëve. Kosova bëri një kampanjë të jashtëzakonshme, duke arritur vetëm një hap larg. Jo çdo mbrëmje sjell rezultatin që e dëshirojmë, por çdo sfidë na bën më të fortë. Sonte, djemtë tanë dhanë maksimumin në fush, me krenari dhe përkushtim për fanellën që përfaqëson një popull të tërë. Fati nuk ishte në anën tonë, dhe ndonse nuk e merituam një rezultat të tillë, duhet të pranojmë se edhe humbjet janë pjesë e këtij rrugtimi. Megjithatë, ato nuk e zbehin as punën dhe as besimin tonë në këtë ekip. Jam i bindur se gladiatorët Dardan do të rikthehen më të fortë, me më shumë vendosmëri dhe me të njëjtin shpirt luftarak që na ka sjell deri këtu. Faleminderit tifozëve Dardanët, të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, si dhe vëllezërve tanë nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi e Lugina e Preshevës, por edhe bashkëdhetarëve tanë kudo që jetojnë e veprojnë, për mbështetjen e pandalur. Kjo humbje dhemb, por qëndroj me kokën lart për gjithçka që kemi arritur. E ardhmja do të na sjellë shumë gëzime të tjera. Bashk vazhdojnë përpara, shkruan Ademi në rrjetet sociale. Kombëtarja e Kosovës ka pësuar humbje me rezultat 1-0 në shtëpi ndaj Turqisë, në finale të play-offit për kualifikim në Kupën e Botës. Dardanët ishin shumë të mirë në këtë pjesë, duke dominuar kundërshtarin dhe duke mos lejuar shumë hapësira për të rrezikuar portën e Aro Muriç. Shenjat e para në këtë ndeshje, Kosova i dha në minutën e 21, ku pas një aksioni të bukur topi i dhuruar në zonë nga Veldin Hoxha u bllokua nga mbrojtësi turq. Rasti më serioz për gol erdhi në minutën e 28, kur Fisnik Aslani, me një super goditje, arriti ta godas shtyllën, ndërsa nga topi i kthyer, Vedat Muriqi nuk ja doli ta çojë topin në rrjet. Në rastin e vetëm në pjesën e dytë, Turqia ja doli të shënojë me anë të Kerem Aktürkoğlu në minutën e 53 për rezultatin 1-0. Kosova pati një mundësi të mirë shënimi me anë të Fisnik Aslanit, por portieri mysafiri ishte në natën e tij dhe nuk lejoi që të mposhtej.